mbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Në këtë mbrëmje të mërkurmish. Vazhdo Armi, vazhdo se... Si vazhdoj, 4 palë pantallona i kam ngrisur vetëm nga ty që nuk gjen levën e marshit. Pa paragjykim për zonjat dhe shoqet. Po një pjesë e këtyre që janë 7 vogla, do të ketë makina o të posaçme, o ndryshim në kodin rrugor. Me lviz një marsh. Të lutem. E shikone? Të lutem. Nuk po s'ka pa marrë që në unë ndesa drita. Ndesa drita? Wow, kaq poshtë kemi rënë? Edhe po ta shikosh. E shikoj. Njëri krah është më robust se tjetri. Mirë keni kaluar ditët e shkollës. Fëmijët si keni? Do pak të stresuar, ka filluar lexojnë këtë. Mos u mërzitni se do mësohen. Çdo e keqe 3 ditë zgjat. Se pastaj mësohesh. Me të gjitha. Ky është problemi, mirë që mësohemi. U mësuam, ashtu. Ky është problemi. Edhe në shkollë prandaj vemi të mësohemi, se ka dhe më keq. Unë miq të nderuar kam një dentist të preferuar. Po edhe unë bashkë me Armirin, apo jo, nuk është imi? Edhe ti ke një të preferuar, që s'do thotë që është i njëjti. Po unë këtë që themi preferuar e njoh, more e njoh, ka 30 e kusur vjet. Ka qenë një dentist i vogël shkolle që vinte dhe me dhëmbët tan bëri praktikën dhe sot normalisht që ka kaluar shumë gojë në përdor. Dhe është dikushi. Sepse në atë kohë të qelbur kishte mjek dhe dentist. Të vini në shkollë, namasti ku diun e jepnin ca kokra kur kishim si shta bëni si vaksin, mantuja, ku diun se qishte një gjithë jepnin kokra, po të shifnin këtë e të bënin atë. Atë të poliomelitit kam bërë me 2 pika. Atë e bëm të gjithë në 97-ën. 97-ën e shumë? Afërsisht. Para se të ka qenë në periudhën nga rrëzimi i piramidave deri në hapjen e depove, një periudhë e ndërmjetme, me siguri. Kur ne kemi pirë, domethënë të gjithë, po nuk e kemi bërë në shkollë këtë. Shkolla ishte vetë shkolla ekonomike 96, 95, 94, 97, pastaj mbrapa, që ishte konkluzioni se mbas shkollës së lartë të gjithë kemi bërë edhe pak ushtri, e kështu ishte edhe kjo gjë. E kuptoj. Shkollat edhe sot e kësaj dite kanë një detyrim që të kenë dentist, mjek, edhe psikolog. Tani, ne bëjmë një check. Si që thonë anglisht. Që do me thënë kontrol. Të gjithë e tim anglishtet. Po. Come on. Të gjithë tim anglisht, të gjithë njohim internetin, se të gjithë aty në kompjuter ke file, drane, delete, do në emra anglishte, kështu gjithë. Drane, nuk është. Pse e kam unë? Do ta kem në një gjuhë tjetër, po përket një emisioni tjetër. Në shkollat tona ne bëjmë një kërkim, shkollat publike. Aty ku shumica, përgjithsisht edhe fukarin, çojnë fëmijët e tyre. Dhe ku detyrimisht duhet i kontrollojnë dhëmbët, të jetë një mjek për çdo gjë, të jetë një psikolog se kështu e ka ligji, kështu e ka dhe bota, kështu e ka Amerika, Franca, megjithëse janë në depresion të madh ekonomik, Italia, Somalia, e të tjera. Edhe Somalia. Bëjmë një kërkim me ligj kështu e kanë me konventat të drejtave të fëmijëve, me TTT-PPP i kanë. Tani u flas për shtetin tim. Shteti im e ka. Vajtëm dhe bëjmë një kërkim. Të ndjekim se si është gjendja dentist, mjek, psikolog në shkolla. Dentist, keni juve këtu në shkollë? Ja. Nuk ka ardhur ndonjë në dentist? Dhe keni një dentist ku që merret me kalamaj? Po si rregull duhet ketë, apo se unë di që duhet ketë? Po nuk ka. Janë të vëlluara, për shumë tërka të shkolla me një shkollë. Dentist kemi, po jo në shkollën tonë. Ne kemi dy shkolla, një dentist. Është kjo shkolla e muzikës. Po shkolla është e pajitur me mjek, psikolog, dentist. Të gjitha. Dentist kemi, po dhe psikolog. Jo. Dentist kemi, po kemi ato qashtaj. Plane. Dentisti nuk ka ardhur akoma? Po sot është vita e parë. Mjafton poltroni, nuk ka, po plazhi mbaroi mund marrë një shezllong diku në plazhin e tretë qark, në një hotel që ka pishin. Po pse u prish puna në rast se bëhet kontrolli në këmp, duhet patjetër të ulet. Çan këto mundje madhësi, më uar mirë se se kuptoj. Si se një psikologjinë e fëmijës. Megjithëse do të shohim që në shumë shkolla psikologjinë e fëmijës janë të gjithë psikologë.
duke filluar nga sanitarja deri ke drejtori janë psikolog. Se nuk ka psikolog bëhesh me 2-3 pame, shef fëmijën edhe kuptohet, se fëmija kuptohet. Fëmija me i të pame kuptohet. Jo, shiko, psikolog nuk bëhesh lind. Ka dhe nga këta që lind. Po ka nga këta që e kanë pasion, edhe marrin me një sanduiç në dorë, lexojnë 3-4 libra të Freudit rrugës edhe bëhen. Dhe gjë më e thjeshtë në botë, se ç'është psikolog, si puna fallxhorit. Të shih që me humor të keq, e thotë ke një rrugë. Ose një mërzitje. Rrugë, thotë si është rruga? E hongra. Thotë do ta bësh me një person o me A, o me B, o me C. Ke? Jo, me Z ke? Jo. Po kënë e ke se s'bën. Ky zhet do të jetë hasëm. Po me Q ke? Aty ngelesh ti. Ngelesh ti mendohet. Me Q. Çi ka qafir? Thotë është një, po është edhe kjo është psikologjia pak a shumë. Edhe i thua tjetrit që e shef, tu ke një tresh mërzitje i thua. Poltron aty shtrihet në poltron. Hap edhe gojën ndërkohë të çodh dhëmë xhati, atë keqja. Dhe jam shumë dakord me ty që për shembull po të ishte për ne të mëdhenj. Mund edhe të ta shoh po ti je kështu. Po fëmia që është 1 metër i bie që dentisti tulet në gjunjë dhe të shtrihet kështu për të parë gojën fëmijës. Nëse fëmia arrin të hap gojën, ose një ta mbaj hopa, tjetri hap gojën dhe e sheh. Kjo do ishte më ideale se heqë edhe atë frikën. Me ty jam. Unë kam pasur një dentiste shumë të mirë, të lutem. Ma thua, jo, shpreh. E përshëndesim nga ekrani. Nga ekrani. Ç'kemi Xhuli? Apo ishte kuzhiniere kjo? Kam qenë në fillore. Aha. Edhe sa i natë që ti je me make-up se da imitoja tamam. Po të fuste një 2-3 shpulla dhe nuk kishe shans mos ta hapje gojën. Kishte edhe një shprehje të vetën. Be tani se jam lodhur shumë. E drejtë. Lidhje shkak pasojë, nëse ti je lodhur unë duhet hap gojën. Se s'bën. Edhe se mos ta hapje. Imagjinoj ziu burr në shtëpi. Që atëherë ti e kupton pse un kam probleme me Shtrir burri poltron, hape gojën i thoshte thuaj një llaf se jam e lodhur. Ka par 800 gojë sot. Edhe e dentiste për shkakun kur të çet në ekran sot, këtë e njoh rrënjë dhe mball. E thot apo se thot? E thot dhe ka gjithë drejtat, është kuptimin e parë në këtë rast. Atëherë. Po. Për këta psikolog, psikolog. Kam këtu strategjinë e vjetshme se si vjetshme nuk është bërë ende publike. Po. Por strategjia për arsimin në përgjithësi, domethënë viti shkollor 2011-2012, ky që u mbyll. Dhe në Kreun 4 thuhet strategjia, politika, programe dhe projekte për arsimin parauniversitar. Me fjalë, nga klasa 1 deri në klasën 3 e lartë. Po, si 3 e lartë. Po sepse është 1-9, pastaj 1-2-3, kështu është arsimi? Kështu është. Mbase, kjo i përket një emisioni. I përket një emisioni tjetër. Se bëjnë reforma, se mod për shkakun duhet 5 vjet e mesmja. 1 vit e Po, shiko, ne jemi gjatë gjithë kohës me kërkje. Jo matur, po quhet master. E kuptoj. Pas arsim para universitar. Me që dhe reforma, s'ka gjë. Si emra. DAR/ZA. Të marrë masa. Shikon, që se ke arë këtu për të folë me mu, me kode, nga që unë nuk të kuptoj kodet, është targa, është matrikula. Të marrin masa të gjitha që në fillim të vitit të ri shkollor të kenë zëvendësuar të gjithë psikologët që nuk kanë arsimin përkatës, siç ende ka sociolog, mercolog, marangos, hidraulik, e të tjerë, edhe mjek popullor që e kryen këtë shërbim nëpër shkollat tona publike. Pra, të jenë të zëvendësuar nga ata që nuk kanë arsimin përkatës, sipas udhëzimit 18. Ma fal. Urdo. Të ndërhyj pak. Jo se ti flisi dhe unë se kisha mendjen. Sa i thon ti të vësh gjoksin punës. Më falë, se ti flisi unë se kisha mendjen. Po flisja me shpirt. Ja, nga që më tërheq vëmendjen. Nga që këtë do flas me gojën kështu tani. Po. Shërbimit e të rivorit, domethënë se është një udhëzim i datës 18/2008 për funksionimin e shërbimit psikologjik shkollor, me fjalë pas ka ja 4 vjet, po të merren masa si vjet domethënë që të zëvendësohen këta. Të sigurojnë kabinetin e shërbimit psikologjik me pajisjet e tij në të gjitha shkollat që ofrojnë këtë shërbim. Po. Të ngrihet presje. Në çdo shkollë ku funksionon shërbimi, grupi i mbështetjes së psikologut. Me fjalë sanitar, këto gjërat e tjera. Çfarë do të thënë grup mbështetje psikologu? E pse më nxjerr si tangall? Ku dëgjoj unë sot që ligji? Mbështetës. Me fjalë që ti pastori merri manga. Jo, ka shumë mundësi që psikologu duke ndjekur hallet e gjithë atyre nxënësve, të bjerë në depresion për vete dhe duhet të ketë dikoj që ta... Po, një fallxor ku trofehet.
të planifikohet dhe realizohet raporti veprimtarisë gjithvjetore shërbimi psikologjik nëpër shkolla. Këto janë pak a shumë 2-3 elementë që duheshin kishin mbaruar si vjet. Pa diskutim që kanë mbaruar përderisa është thënë, është shkruar aty, është bërë, mos e diskuto. Po Roma nuk u ndërtua me një ditë. Jo të bëjmë me psikologun e tërë. Mund të punojë dhe dikush tjetër që ka prirë në këtë fushë. Ne shkuam në drejtorinë arsimore të Tiranës, ku siç kemi thënë është një monument. Drejtorisha. Në qoftë se kemi 100 vjet pavarësi, 8 prej të cilave zonja Ariana Bekteshi është monument kulture? Monument atje. Dhe një monument, a mund të flas? Jo. Mund të shkosh ti thua statujës së lirisë, fol, thua një fjalë? Jo, heshtja e saj flet më shumë. Ajo thjesht është atje dhe i tregon rrugën të varfërve. Michelangelo, prandaj ra me Çekiç Davidit skulpturës së tij. Po, se s'fliste. Fol, ta thua një llaf, edhe ra me Çekiç. Ne, përderisa zonja Bekteshi jo, po përderisa nuk është vepra jon. S'kemi drejt me të drejtë bie me Çekiç. Nuk kemi drejt. Edhe ajo si monument kulture që është aty ke drejtoria përgjithshme arsye na nxorë një zonjë atë statistikave. Po. Ajo foli për të gjitha. Dje foli për librat, sot flet për psikologun. Po tash më që është ndodhur aty. Jo me që është ndodhur. Enkas nxori këtë. Okay. Sepse një monument nuk flet. Në drejtorinë arsimore rajonale të Tiranës, ku drejtoresha shumë e nderuar zonja Ariana Bekteshi, që e përshëndesim nga larg dhe mundësisht edhe nga afër, edhe i themi të qëndrojnë atë vend sa më gjatë se normalisht, kur punën e bëjnë të tjerët, një monument. Thjesht rri edhe mbijeton. Po. Atëre, çfarë bëhet me shërbimin psikologjik nëpër shkollat jo publike? Ja, publike para universitar, sa më gatrojnë këto terma. Në kohën tonë ndoshin 8 vjeçare mesme tani. S'ke faj. Publike para universitare? Ç'bëhet me psikologët? Ta ndjekim çfarë na thot specialistja e drejtoresha e drejtorisë, po jo drejtoresha e përgjithshme. Drejtoresha statistikave e drejtorisë arsimore rajonale të Tiranës. Ne mbulojmë shërbimin psikologjik shkollor dhe me urdhër të ministrit që në vitin 2008 një psikolog mbulon një numër të caktuar nxënësish. Të gjitha shkollat tona, gjithë sistemi ynë parauniversitar është i mbuluar me psikolog. Në qytetin e Tiranës funksionojnë 42 psikolog, të cilët punojnë me kohë të plotë pranë shkollave. Dhe ky shërbim është i mbuluar më së miri. Që të thotë një psikolog punon për disa shkolla, sa është numri i nxënësve në një shkollë? Besoj se është varion, por po varion. Në sistemin nëntëvjeçar është 2000 deri në 2500. Dhe ne kemi rregulluar që psikologët natyrisht do punojnë në 2 ose 3 shkolla varet nga numri i fëmijëve që ka secila shkollë. Por ama çdo shkollë e ka psikologun në ditë të caktuara. Mund të jetë 2 ditë, mund të jetë 1 ditë, mund të jenë 3 ditë ose 4, varet tash nga numri. Se jo të gjithë fëmijët kanë nevojë për psikolog. Një ditë në javë, domethënë një 50 javë ka viti, hiq pushimet, në 30 javë se vdes për këtë plan. Okej, tani ka mundësi të më lësh në privatësinë time? Okej. Nga një orë që sikur të këshillohet me një nxënës, i thon 6 orë mësimi, sikur 50 javë tjetër, 300 nxënës nga 2000 që janë. Pjesa tjetër mund të gjejë ngushëllim shpirtëror në një institucion fetar. Mund të shkojë në një kurs të biri flautit nëse është melankolik. Mund të shkojë ke dentisti, megjithëse jo. Ke dentisti jo. Se nuk e nevojë për psikolog, pastaj ke nevojë për psikiatër. Ja me ty. Megjithëse edhe as dentist nuk është se na gjenden, siç e tham. Dhe duke kërkuar, duke qëmtuar, gjetëm një ligj i cili thot: ligji numër 9928 datë 9 qershor 2008, edhe ky para 4 vjetëve. Për shërbimi shëndetësor stomatologjik në Republikën e Shqipërisë. Neni 4. Shërbimi shëndetësor stomatologjik në institucionet arsimore. 1. Shërbimi profilaktik, diagnostikues dhe edukimi shëndetësor stomatologjik ofrohet në të gjitha institucionet e nivelit arsimor të detyrueshëm. Të gjitha institucionet. Pra përfshihet 9-vjeçarja. 9-vjeçarja. Dhe të gjitha i bie edhe privati. Po sigurisht. Ta shohim pak më vonë. Po. Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit dhe Shkencave. Kjo më pëlqen, arsimit dhe shkencave. Janë të dyja paralelisht dhe ecin të dyja mirë në Shqipëri. Ti vdes për këtë. Nxjerrin udhëzimin e përbashkët për funksionimin dhe organizimin e këtij shërbimi në këto institucione arsimore. Pra, me ligj ka shërbim nëpër institucionet nga klasa e parë deri kur mbaron të mesmen, le ta themi për ata që nuk e din këtë 3+2, 5+2. Që është bërë 9+3. Çfarë është para universitetit? Duhet të kesh dentist. Mirë, po ne vajtëm dhe pyetëm sërish në DAR. Ç'na thanë për
shërbimin shëndetësor. Më falë, nuk vajtëm në darë. Në darën, na thanë, do të shkoni tek drejtoria e shërbimit parësor. Po. Ai i drejtorisë e shërbimit parësor na e tha, ta ndjekim. Sa shkolla kemi në total dhe sa është pjesa e mbulimit dhe pjesa mbetet e zbuluar, le të themi, pa mbuluar nga ky shërbim? Thash, për momentin ne mbulojmë 55 shkolla në rrethin e Tiranës dhe 8 shkolla në rrethinat, flasim në për komunat kryesore të Tiranës. 100% i mbuluar me këtë shërbim? Jo, as pak, thash, nevojat janë shumë të mëdha, me shtimin e shkollave kuptohet që është pothuajse pa arritshme për momentin që të mbulohet, po ju siguroj që mbulohet pjesa më e madhe e qytetit Tiranës dhe rrethinave ose si themi komunave bashkim më të mëdha të rrethit Tiranës. Ne ndërkohë kemi konstatuar disa shkolla, siç është shkolla Qazim Turdiu, Androkli Kostallari, shkolla të cilat domethënë nuk kanë qenë. Vërtet për shkollën Qazim Turdiu ne kemi marrë kontakt me drejtorinë e shkollës, i kemi krijuar duke qenë se është një shkollë shumë e madhe me një numër shumë të madh nxënësi dhe me krijesa shumë të mëdha, i kemi kërkuar mundësinë e hapjes një kabineti, më kupton çfarë do të them, një dhome që të ketë mundësi që ne ta pajisim me UNIT dhe aty të ofrohet shërbim stomatologjik për nxënësit duke qenë se ka dhe kërkesa shumë të mëdha. Nëse flasim për gjendjen aktuale të kabineteve që duhen për të realizuar dhe për dhënë këtë shërbim, çfarë gjendje kanë këto kabinete? Atëherë, duhet të jemi me këmbë tokë, të flasim realisht, besoj se për pjesën shtetërore nuk mund të arrim parametrat e shërbimit privat, që është një shërbim i konsoliduar në momentin që flasim, po ju siguroj që japim një shërbim bashkëkohor, kemi probleme, që diskutohet, por që normalisht me investimet që presin, që na janë premtuar, besoj do e mbulojmë patjetër dhe kalojmë edhe këtë. Ju e pëlqeu të gjithëve kjo pjesë, do të thotë që privati është, kuptohet ku e ku me shtetin, përpiqet shteti të arrijë privati. Edhe tek privati, ti shkon dhe paguan muaj për muaj një kuotë të caktuar parash, të marrësh shërbimin që fëmia jot të kualifikohet, të ketë nivel më të lartë se këta të tjerët, të marrësh shërbim ku e ku me të tjerët. Dhe nëse aty mund të ketë një psikolog për 2, 3 dhe më gjërë shkolla, ju mendoni që fëmijës tuaj i ri psikologu kështu, ke private. Ke privati. Po. Se i ka psikologu i hap dhëmëdaj të heq një si pikës të vogël të zezë që mund të ketë ngelur nga domatja. Po. Pastaj vjen mjeku, i mat pulsin, kapacitetin pulmonare, këto gjëra. Në fakt jo, ju do të shikoni, kemi marrë përgjithsisht besojnë të gjithë institucionet e këtij arsimit privat në Tiranë, pas munguar në një i kërkojmë ndjes, po ata që janë kanë nga më të ndryshmit. Diku për shembull është ai muhabeti që thamë që jemi edhe vetë jemi bërë si ti psikologësh. Po. I tjetër thot, ai ka ti 6 psikolog. I themi, është njëri këtu, vjen. E kështu me radhë. Të ndjekim se ç'bëhet në arsimin privat. Po, dentist, psikolog, mjek, ka shkolla? Ja, nuk kemi pasur të tillë, sepse shkolla është e vogël, personeli është i madh. Ka mjekun e vet, ka dentistin e vet në zonë. Po e kemi me, quhet se e kemi se ambulanta. Po kështu mjek, dentist, psikolog. Psikolog po, dentist, kardiolog edhe Shkolla është e pajisur me dentist, mjek, psikolog. Psikolog po, dentist jo, ndërsa për pjesën e mjekut është intermediat. Po, dentist, mjek. Jo, psikolog. Psikolog. Po, psikolog e kemi se kemi. Ka mjek këtu? Po, kemi. Ka dentist këtu? Jo, dentist nuk ka. Po, psikolog është e pajisur shkollën psikolog? Psikolog, do me thënë, zhjo që japin lëndët. Po, shkolla ofron dentist, mjek, psikolog. Sigurisht, këto janë, do me thënë. Për sa i përket dentistet, do me thënë, nuk është të neve, kjo nuk është të na është kërkuar. Kemi dhe shërbime, do me thënë dhe mjek dhe dentist. Mjek, dentist, nuk e di tamam që jap informacion, po ishte puna një special. Shkolla ka psikolog, dentist, mjek.
shkollore kemi zgjidhura me mjekët që rresin. Për shembull, shkolla apo? Nuk I kemi edhe shkolla, të ketë dentistin, psikologën e vet, edhe mjekun e vet. Shkolla këtu nuk funksionon. Dentist, shkolla është pajisur, mjek, psikolog. Jo, me psikologin me këto jo, për asistent këtë dritoresha vetë, se vetë ajo ka ndërruar gjësi e psikologji. Dentist ka shkolla? Dentist nuk ka. Shkolla përfshin mjek, dentist, psikolog. Psikologun e ka. Mjeku vjen 2 herë në javë, si çdo shkollë private. Dentisti ka si shkollë private. Keni dhe mjekën? Nuk I këtu, por 1 herë në javë kalon që bëm vizitën mjekëtore. Po dentist? Jo, ato janë individualitet. Po, shkolla është pajisur me dentist, psikolog, mjek, Sigurisht psikolog dhe jo dentist, psikolog edhe mjek. Po shkolla është pajisur me mjek, psikolog, dentist, psikolog, po dentist. Shkolla është pajisur me dentist, mjek, psikolog, dentist. Jo, kemi mjekë që është nuk sot. Është edhe qala, kemi pasur që psikologët. Po shkolla dentist ka mjek, psikolog. Mjek ka psikolog. Edhe mjek dhe psikolog. Po dentist? Në moment që mund të shikoj mjekja më qapin që të tut. Shkolla është pajisur me mjek, dentist, psikolog. Janë mësuesët, ka psikologë mësuese që ashtu aty, të gjitha. Me impro. Po psikolog kanë, mjek, Presidenti i shkollës është psikolog, është pedagog, është doktor shkencash. po stomatolog. Treqeriku I prindë dhe janë mjek. Po mjek është pajisur shkolla? Mjek, psikolog, dentist. Ka psikolog, ka... A dhe dentist? Dentist jo. Kjo më bën të kuptoj shumë mirë pse në shkollat tona nxënësi merr ta ketë në xhep një cigare bar. Se do të bëj mjeku vetvetes. Po. Psikologu kalon me raste. Njërë në 3 ditë ka raste. Po. Ca se kanë. Mjeku po të dhëm syri djathtë thotë kërre, mund të jetë veteriner. Kalon atje të kput një ashtu dentist, harohet dentist vetëm në raste krizash. Oj fusi një suposto që të qetësohet. Me treqeriku prindërve diku ishin dentist. Ka ambulanca aty përballë, e kështu me radhë. Pra, pak ashtu dhe që të bëhet mjeku vetvete, që mos ketë as stres, as kriza. E mban robi. Edhe ti heq hallet si me dorë. Ky ishte një pasqyrë e arsimit. Jo publik. Jo, edhe publik. Ishte jo universitar, do me thonë, derisa nxënësi mbaron adoleshencën. Nga klasa parë është vende ka, vende s'ka, diku të gjitha ka doktor shkencash, që është psikolog, androlog, të gjitha, ginekolog, ka të tjerë që janë dentist, filozof, teolog. Do rregullohen shkollat me këto gjëra. All inclusive. All inclusive me ty jam. Se ti tani do jesh me mua se s'bën. Si shfutohet, ti që do të thuash publicitet. Do ta thoj. Ja, betohem, ja. Publicitet. Dhe ja të kemi sërish bashkë të nderuar miq, do të flasim tani për një tjetër çështje. Por çfarë kemi trajtuar në pjesën e parë të emisionit? Qa të hash, në pjesën e parë kemi folur sërish për shkollat, me që është fillimi vitit shkollor, alla frënga ka filluar në datën le të themi 10 shtator, se më pëlqen shpreha le të themi. Le ta themi po. Dhe le të themi 10 shtatori është si 1 shtatori dikur. Alla turka po, dikur. Alla turka. Fitojnë fëmijët një javë pushim. Ngroja globale ka për të vetën, janë zgjatur gjërat e kështu me radhë. Admo, se si në shtëpi, si në shkollë. Po i soj do jetë. Kur dalin, ja si puna jonë, se mos ta ka hyrë puna e shkollë që kemi, po thjesht për kulturën tonë.
oksidentale. Dalim një histori tjetër. Ju e dini që merr gjobë edhe nëse i bie buris kot. E merr. Shteti ka parashikuar të gjitha mënyrat se si nëse do ta merr një gjobë. Si ligj domethënë. Si ligj. Aha, okay. Po. Nëse dëshiron shteti dhe të ndalon policia, nuk është me vullnet mirë. Është çuar në mëngjes e ka përtitur e prorë, thotë ç'a bën më drezin xhin gjithë ditën? Po. Atë kockë thot policia, ndalon makinën, fillon aty thot. E diti që kanë kod rrugor që edhe sjellje pa ishme don ti me kanatier makinë tënde? Po. Thotë sjellje pa ishme dhe ta rruan një gjop. Se kështu e shikon ai. Po për burin ende policëve nuk i ka shkuar në mend. Në mend. Megjithatë, janë disa vende ku rreptësisht edhe sikur mos ta thoj polici, ai pak tru që ke duhet të punoj, do aq tru sa ke arritur drejtosh makinën. Po. Duhet thuash, "Ore vlla, në këtë kryqëzim ku jam unë, është qendra spitalore universitare Nën Tereza." Kështu që ka njerëz me probleme mendore, shpirtërore. Po të gjithë janë me probleme shëndetësore, se ke rastësisht, domethënë, aty nuk gjen një që tjetë në pavion nga ata që janë shtrirë, pa problem. Rastësisht. Pra është një vend ku edhe shpirtërisht ti, por edhe shteti duhet të thojë, jo buri sa i tjetër ka nevojë për qetësi absolute. Siç edhe e të tjera, nuk po themi në për shkolla, nuk po themi në për institucione të tjera, aty dhe mund t'i bie sepse jo gjithkohës ka nevojë tjetri për atë qetësinë e vet. Po në përlagje sa qef është. Unë po them në spital. Ishim në spital brenda sot. Dhe çfarë në spital? Brenda në spital. Afër një apo është brenda në Tiranë afër një spital. Ne ishim brenda në spital afër një Tirane. Buris brenda në spital. Kuptohet rrotull ke rruga është. E mdeja se lejushme. Të shohim situatën, çfarë ndodh në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me burit dhe me zhurmën. Ta ndjekim. Siç mund ta shikoni, që në hyrje të qendrës spitalore universitare Nën Tereza nuk kemi asnjë tabelë e cila mund të na tregojë që burit e makinave ose zhurmat që këto buri makina shkaktojnë duhet të ndalohen. Këtu kemi tabelën e parë e cila thotë zonë me trafik të kufizuar. Kemi tabelën e dytë pas saj ndalim qëndrimi. Kemi tabelën e tretë. Kemi në tabelën e katërt në hyrje fare. Siç e pat, tabelë që do të tregoj shoferëve që nuk duhet i bien borijes në qendra. E dëgjuat? Ai ndoshta nuk ka parë tabelë, por të shkojmë të shohim më nga afër. Ka tabelë që u tregon shoferëve që nuk duhet të bien borijes dhe nëse nuk ka, a janë të përgjegjshëm ose a tregojnë të përgjegjshëm? Ja. Por për më mirë, shkojmë të shohim më nga afër spitalin. Ja, e dëgjoni? Është duke i rënë borije sepse i kanë zënë rrugën. Opa. Opa. Më falni për shqetësimin. E dini që nuk lejohet i biesh borijes? E dim. Po pse i bini? Falni për shqetësimin. Vasi kalove. Sa po dëgjuam që ja borijes, pse? Ishte bllokuar rruga. Ajo borje ishte asaj makinës Polo që ne sapo pam. Ledi, o bën një pyetje shumë të çuditshme, pse I bini buris? Nëse e ka do ta përdori mirë. Nuk diskutoj. Burin, është fjala. Po për burin po flisim. Për burin. Për burin njerëzore. E pastaj për kënaqësinë tonë morëm nga një vuvuzel, shkuam në pavion. Po kënaqë pacientët. Alegri, gjallëri. Fest. Kjo me dy llafe për çështjen e zhurmave, se
u bë dhe ka dalë dhe një vendim, e më the të thashu, miratohet ligji për zhurmat. Ndërkohë që për burinë e ka kodi penal, kështu që sigur të zbatohet, të paktën në këto zona ku ka nevojë për qetësi, do të qenë mirë, do të qenë shumë mirë. Edhe në përlagje këto nuk do të qenë keq, po të paktën tek spitali, të paktën. E pakta. Kthehemi tek Palca, ADN-ja këtij emisioni, hallet tuaja. Na vjeni goxha zotri dhe na ankohet për një gjë, ç'të të them, të ndjekim ankesën e atij zotrisë për të kuptuar pastaj atë që do të ndjekim pas. Ta ndjekim. Unë kam ble shtëpi këtu ka një 7-8 vjetë. Domethënë, po kjo gjendje ka ardhur duke u përkeqësuar më shumë. Pra këto fekale kanë 7-8 vite. 7-8 vite domethënë që është dhe asnjë nuk e kanë vu ujtin në zjarr domethënë. Banorët. Ku është shtëpia juaj më konkret? Shtëpia ime ja kjo penxheria këtu, dritarja. Domethënë, unë nuk mund të hap penxhere dritaren fare në kur vim me pushime. Banorët janë anku vazhdimisht. Ku jeni anku? Në ke komuna e Golemit. Çfarë ju thon? Atë do ta shikojmë, do ta bëjmë, do. Po taksat i paguani? Taksat i paguajmë. Rregullisht. Shtëpinë kam të hipotekume nga në Kavaj. I kam të gjitha domethënë me dokumenta me të rregullta. Këto ujëra që dalin. Shoh që keni vënë një motopomp këtu për ta nxjerrur. Kam vënë një motopomp zhytse. Këto ujëra ku shkojnë? Zhytse, këto ujëra shkojnë direkt në det. Deti është një 150 metra larg. Domethënë, aty lanë edhe më bëjnë në gjithë plazhistët. Unë ju pyes se kam parasysh një deklaratë kryeministrit që ka thënë çdo kryekomunar që lejon që ujërat e zeza të derdhen në det do të shkarkohet. Ka ndodhur një gjë e tillë me komunën e Golemit? Të shkarkohen në det. Jo, të shkarkohet kryekomunari nga detyra. Shkarkohet, jo, s'ka s'kemi dëgjuar në gjë deri. Dhe ujërat e zeza vazhdojnë. Ujërat e zeza vazhdojnë, ja siç e shikoni ju vetë. Rrjedhën. Ndjekim rrjedhën. Po. Ja, ky tubi, këtu. Kjo është pompa. Kjo është pompa, zhytse që është atje. Derdhet këtu. Dhe ky ujë i gjithë fekale, me fekale që është, shkon drejtë në Ja, këtu është uji që derdhet? Po, po. Dhe pastaj merr rrjedhën e me rrjedhën kështu në biçim si biçim kanali, me i thon nuk është. Ecën dhe ja shikoni edhe plerat njerëz se si janë. Edhe derdhet aty. Shkon këtu. Edhe ky ujë mbushet, mbasi mbushin pushet se pusetet janë të zëna, edhe kalon direkt Andimatan edhe drejt në det. Pra kjo ishte rruga me nderë, do të thënë, që ka 7 vjetë një pallat në atë gjendje, në mes të ujërave të zeza, të kuptohet, në atë situatë jetë e re ka lullëzuar. Ju do të shihni disa gjallësa që unë për herë të parë pash, diçka mes tënjës së zorëve dhe çikales, ato që hap nëpër pjatat tona, të cilat janë një variant i habitshëm. Le të ndjekim, miq të nderuar, jetën në këtë pallat. Ta shohim. Gli abitanti di Biella e Torino la fan lunga che sembra un grissino, poi la pucciano dentro al Barbera per creare un po' d'atmosfera. Quelli invece di Como e Milano la soppesan tenendola in mano, poi la ficcano nel panatone con le uvette, il cedro e il limone. I romani, lo dicono gli annavi, la fan spesso nei fori imperiali, poi la mostrano in largo e in tonno ai turisti di tutto il mondo. Ma che stitici quei genovesi, ne fan poca ogni 2 mesi, gli stronzini del Ligure onesto, con aglio e olio finiscono nel pesto. In Romagna la schiacciano coi piedi, se ti dico una cosa mi credi, con lo strutto e con la farina ce la sbattono nella piadina. Gli abitanti di Crema e Cremuna ne fan molta senza vergogna,
la centrifugano dentro i bidoni, poi ricoprono di merda i torroni, a Venezia la fanno nei canali, uomini e donne, bambini e animali, sotto i ponti ci scorre un torrente, tutto di merda, naturalmente, di Trieste gli abitanti, per la strada la fanno tutti quanti, quando tira tremenda lavora, fa gli stronzi a 200 e più all'ora. Da Vicenza a Treviso a Verona, zuccherina la fan dolce e buona, poi la impastano con gran lavoro e la mettono dentro al Pandoro. Abruzzesi e napolitani la fan simile agli altri cristiani, 30 grammi o poco di più ci condiscono il loro ragù. I pugliesi la fanno da pugli, poi la mucchiano tutta nei trulli e la usano un po' stagionata. 7 vjet në Tibet. Brad Pitti ka luajtur te filmi? Të gënjej? Edhe unë. Unë si flas aty. Brad Pittit. Anja, era asaj të mund durohet, po gazrat e tua, domethënë figurative, dhe Brad Pitti. Unë shesmënd dhe madje me kupon ta ti marr. Okej. Se janë rritur dhe eksportet me sa parë. Jam shumë legale si njëri. Vëllezër e motra, ne shkuam tek komuna. Sepse 7 vjet do këta zotrit, me sy pam ca gjallësa të frikshme dhe të çuditshme. Ta anë të Bretkoca atje, ishte bërë Bretkoca na. Bretkoca në njëzja, po atë gjallësën tjetër nuk e... A gjallësa tjetër, ftoj biologët të shkojnë, sepse nuk ka rast më. Se për 2 ditë do të rregullohet ajo situatë, na premtuan sot në komunë. 2 ditë ta, edhe kjo 10 ditë ka tha. Jo, e pat nga fermentimi që mund të ketë edhe 8 ditë. Të ndjekim pushtetarët e asaj zone për kakën e cila është fermentuar prej vitesh dhe vazhdon ditë pas dite derdhet në det. Ta ndjekim. Banorët e kësaj zone ka një problem me uret e zeza që derdhen në këtë pjesë. Ka djeni komuna Golemit? Komuna Golemit në çdo vend kena vendos kazanat. Dhe në vendin që ka pak mbeturina, kanë qenë kazanat këtu dhe i kanë heq vetë banorët. Flasim për ujërat e zeza. Pyetja ishte për ujërat e zeza që dalin nga atje siç e pam dhe derdhen në këto fushë, më pas derdhen det. Keni ndjeni ju si komunë? Ne si komunë nuk kemi ndjeni për këtë, po në çdo pallat ka grop skeptike dhe ai që ka bërë pallat duhet mirëte masa për të evituar derdhjen e ujërave të zeza. Zëm se një privat i papërgjegjshëm nuk i ka marrë këto masa. Komuna që është e përgjegjshme, çfarë masash ka marrë? Ne si komunë kemi marrë masa që ujërat e zeza të shkojnë në destinacioni kohë caktuar. Megjithatë, në destinacion të shkojnë caktuar, pra në grop skeptike. Megjithatë, për këtë problem, që ka 5-6-10 ditë, ne do morrim masa vetë, do morrim masa bashkë me policinë që ta zgjidhin këtë problem sa më shpejt. Ka qenë para disa kohësh, ka thënë kryeministri Berisha që kryetarët e komunave që lejojnë hedhjen e ujërave të zeza në fusha dhe në det do të shkarkohen. Larg qoftë në komunën tuaj ka ndodhur një gjë e tillë? Në komunën tonë nuk ka ndodhur gjë e tillë, sepse vjen autoboti dhe i thith në çdo grop skeptike që është. Kaq. Po kjo situatë këtu që ne... Kjo situatë këtu ka 5-6 ditë ka ndodhur sepse ujërat që vinë, që mushën pompat e këtyre, derdhen në pjesën e poshtme. Edhe këtu duhet një pompë nga vetë pallati që ta blej. Kur do të zgjidhet? Ne thonë që do të zgjidhet në 2 ditë këtë. A i kuptoni çfarë skepticizmi ka ai pallat, miq nderuar? Gropën skeptike e ka. Po. Mirë po, situatë e krijuar këto 10 ditët e fundit, kur kanë ikur turistët, lumi i madh i turistëve, ka ngelur kjo shija e keqe për tyre. E kuptoj. Sepse edhe në plazh, periudhë plazhi, përgjithsisht unë mendoj që dhe abuzojnë. Han shumë njerëzit. Mi po duke ngrënë, një pjesë ngelet në organizëm, një pjesë ngelet tek pallati, po dhe tek pallati do të arrijë një lloj strese. E kuptoj. Pastaj
fillon e gjen rrugën vet. E gjen. Edhe del në det, siç pam, ende kishte tek tuk ndonjë pushues, I cili nuk e di këtë rrugën e qumsit, ta themi në mënyrë të figurshme, e cila derdhet në det, megjithëse në Golem ne kemi treguar një prrua të madh. Po. Edhe shezllong. Qa prua, ajo ishte kaskad. A ishte sena në miniaturë. Me këtë ngjyrë, me atë ngjyrë që pam atje. Nëse, 2 ditë, shumë stri, o hajrie. Atëherë, e mërkur sot, e inte nesër, e premte pas nesër, po t'i lëmë dhe të shumë në djelë, se s'po i marrin frymën. Ditë në po shkojmë të qofim, se si gropa skeptike, u bë? Ndoshta nga komuna hegeliane, mund të hyjë në një konflikt dhe pastaj ti marr fund skepticizmi atje dhe të pastrohet. Deri të në kismet Zotit madh, ndërkohë të shohim se ç'e lajme dhe ngjarje ka, çfarë ka ndodhur në këtë vend 12 orëshin e fundit, Xhanëm. E kuptova, ti tani do që të lidhemi me studion e lajmeve. Jo dua, po na po na bën me shenj. Do të lidhemi me studion e lajmeve ku po na pret kolegja jon Jonida Sheu, e cila do të na informoj paraprakisht për atë se çfarë do të thuhet në lajmet e orës 20. Ti je sigurt që Jana Priska. Mirëmbrëma Anja, unë të falenderoj për këtë lidhje të radhës me studion e lajmeve dhe me njëherë I lajmëroj gjithë teleshikuesit të na ndjekin për ngjarjet më kryesore të ditës së sotme. Do ta nisim me ngjarje që kanë të bëjnë me 21 janarin, aty do të përdorej snajper për qelluar kryeministrin. Kjo deklarat bombë është bërë sot në gjykat nga ish-kreu I gardës, pikërisht Ndrea Prendi, I cili ka deklaruar gjithashtu se ka pasur informacione përpara protestës se në duart e protestuesve ka pasur edhe armë kimike. Ambasadori I OSBE-s Eugen Wolfart e ka mbyllur, po themi, debatin politik në lidhje me mandatin e prokurores përgjithshme Ina Rama. Sipas tij, mandati I Ramës përfundon në maj të vitit 2013 dhe ka kërkuar klasës politike shqiptare të mos e përdor këtë çështje për qëllime elektorale. Nga kronika veçojmë një ngjarje të rënd, një femër 35 vjeçare është gjetur e masakruar në Qafthan, mendohet paktën që të jetë një krim pasioni, ajo është gjetur e mbytur nga goditjet me gur. Biznesi është I alarmuar për mungesën e kredive nga bankat, vetë kreu I dhomës së tregtisë ka lëshuar alarmin për një mungesë likuiditeti për bizneset të cilat janë në prag falimentimi. Nga bota gjithashtu ka pasur zhvillime tronditse. Në Libi, për shembull, është vrarë në mënyrë barbare, po themi, ambasadori Amerikan aty pas protestave të dukshme, një akt që është dënuar fuqishëm edhe nga kreu I Shteteve të Bashkuara Barack Obama, por edhe personalitetet të tjerë të lartë ndërkombëtar. Këto janë pak a shumë ngjarje dhe zhvillimet kryesore që do të ndiqni pas pak në orën 20 në edicionin qendror të lajmeve në Ora News, pa haruar edhe intervistën e mbrëmjes të kolegut Patrik Sadikaj, që sot në orën 20:30 do të zhvillohet me deputetin e Partisë Socialiste Armando Subashi. Të falenderoj shumë, ndërkohë që ne kemi mbritur në fund të emisionit Alarm, do të më duhet që t'jap koordinata të nderuar miq për çdo problem dhe shqetësim që kemi. 41 gradë 58 minuta gjatësi gjeografike. Apo s'e ke vërtet? Le të themi që për çdo hall që keni. Po këtë thuaj. Një SMS të nderuar miq në 069 40 0031, një email në alarm@oraviznews.com ose na shkruani një letër, po deshat mund vini dhe vet tek adresa Rrugë Aleksandër Mosiu, ish kino studio për televizionin Ora News, redaksin e emisionit Alarm. Ritransmetimin e kësaj puntate e keni sonte në mbrëmje. Se në luan orën 20. Dhe bashkë takojmë nesër. Ta këtë nesër në mëngjes, ata që humbi mbrëmjen e sonte, shohin në mëngjes herët, edhe shohin në orën 6 mëngjes. Si miku im kujtim. Çohet herët, fle herët se early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. E kam lexuar në Essential edhe mbaj mend si sot. Pra, të mban të zgjuar, çoni mëngjes herët, dy që nuk e shihni sonte dhe na shihni. Ta them natë mirë. Me këtë që unë anglisht. Miq nderuar, natë mirë, mirupafshim.